Gjuha e katërt e dashurisë, shërbimet e dobishme. Mishela ishte ulur në dhomën e ndenjes me laptopin e saj në prehër. Arrinte të dëgjonte zhurmat që vinin nga dhoma ku ishte makina larse, ku bashkëshorti i saj, Bredi, ishte duke sistemuar pirgjet e rrobave të palara. Buzëqeshi me vete. Gjatë këtyre ditëve të fundit, Bredi kishte pastruar apartamentin, kishte gatuar dhe i kishte bërë të gjitha punët, sepse Mishela ishte në sezonin e provimeve përfundimtare para diplomimit. U ndje e kënaqur, e dashur. Gjuha e parë e dashurisë për Mishelën ishte ajo që unë e quaj shërbimet e dobishme. Me shërbimet e dobishme nënkuptoj të bëni gjëra që bashkëshortja apo bashkëshortja juaj dëshiron që ju t'i bëni. Ju shpesh kërkoni ta kënaqeni duke i shërbyer, t'i shprehni dashurinë që ndjeni duke bërë gjëra për të. I tillë ishte edhe rasti i Dagut, të cilin e njohëm në kapitullin e kaluar. Në këto shërbime mund të përfshihet gatimi një vakti, shtrimi i tavolinës, larja e enëve, pastrimi i shtëpisë me fshesë me korrent, pastrimi i apartamentit, ndërrimi i pelenave të fëmijës, fshirja e prurave të bibliotekës, mirëmbajtja e makinës, pagesa e faturave, prerja e shkureve në kopsht, shëtitja e qenit, ndërrimi i shtrojës së maces kur ajo del jashtë, bisedat me qeramarrësit apo kompanitë e sigurimit. Të gjitha këto janë shërbime të dobishme. Këto të fundit kërkojnë të mendohesh, planifikim, kohë, përpjekje dhe energji. Nëse këto gjëra bëhen me një shëndrim pozitiv, atëherë janë vërtet një shprehje e çiltër e dashurisë. Një bisedë në qytetin e mullinjve. Ndikimin e madh që kanë shërbimet e dobishme e zbulova në fshatin e vogël të China Grove, në Karolinën e Veriut. China Grove shtrihet në qendër të Karolinës së Veriut. Fillimisht ky fshat shtrihej mes pemëve të Sandallit, jo shumë larg Mayberryt, legjendar të Andy Griffithit, një orë gjysmë larg nga mali pilot. Në kohën kur kjo histori ka fillesat e saj, fshati në fakt ishte si një qytet tekstili me një popullsi prej 1500 banorësh. Kisha më shumë se 10 vjet që isha larguar Shandej për të studiuar antropologji, psikologji dhe teologji. Kjo ishte një nga vizitat e mia të përvitshme për të ruajtur ende lidhjet me rrënjët e mia. Pothuajse të gjithë ata që njihja, me përjashtim të Dr. Shinit dhe Dr. Smithit, punonin në mullinj. Dr. Shini ishte mjek i përgjithshëm, ndërsa Dr. Smithi ishte dentist. Sigurisht që ishte edhe predikues Blackburn, i cili shërbente si pastor në kish. Për më shumë nga çiftet në China Grove, jeta atyre përqendroi vetëm te puna dhe kisha. Biseda që bëra te mullinjt u fokusua te vendimi i fundit që kishte marrë mbikëqyrësi dhe sa shumë kishte ndikuar ky vendim në veçanti në punën e tyre. Meshat e kishës përqendroheshin më së shumti në parapritjen e haresë së madhe në Parajs. Pikërisht në këtë vend të pacënuar në Amerikë zbulova gjuhën e dashurisë numër 4. Po qëndroja në një pemë sandalli pasi mesha e së dielës në kishë sapo kishte përfunduar dhe vura re se Marku dhe Meri mu afruan. Nuk njoha asnjërin prej tyre. Ma mori mendja si ishin rritur shumë gjatë kohës që unë isha larguar. Pasi u prezantua, Marku më tha: "Me sa di, ju keni studiuar për këshillim martesor." "E po, paksa," i thash duke buzëqeshur. "Kam një pyetje," ma ktheu ai. "A mund t'ja dalë mba në martesë një çift që nuk bie dakord për asgjë?" Kjo ishte një nga pyetjet teorike të cilat e dija fare mirë se kishin origjinë personale. Bëra sikur harrova natyrën teorike të pyetjes së tij dhe ja ktheva me një pyetje personale. "Sa kohë keni të martuar?" 2 vjet, më tha ai, "por nuk biem dakord për asgjë." "Më jep ndonjë shembull," vazhdova unë. Si fillim, Merit nuk i pëlqen që unë të dalë për gjuhë e tij. Punoj gjatë gjithë javës në fabrikë dhe më pëlqen të dalë për gjuhë e tij ditëve të shtuna. Jo çdo të shtunë, por sa herë që hapet sezoni i gjuetisë. Meri kishte qëndruar në heshtje deri në këtë pikë ku edhe vendosi të ndërhynte. "E po, kur mbaron sezoni i gjuetisë, ai shkon për peshk dhe për më tepër nuk del për gjuhë e tij vetëm të shtunave, por shkon edhe më një herë pasi mbaron punën. 1 ose 2 herë në vit, unë marr leje në punë dhe shkoj për gjuetin në mal me disa shok. Nuk mendoj se kjo është diçka e gabuar. Për çfarë tjetër nuk bini dakord?" e pyeta.
po ajo do që unë të shkoj gjithmonë në kish. Nuk e kam problem të shkoj të dielave në mëngjes, por të shtunave mbrëma më pëlqen të pushoj. Nuk ka problem nëse ajo do të shkoj, por nuk mendoj se duhet shkoj, mendoj mos edhe unë. Mary ngriti zërin sërish. Në të vërtetë edhe për mua nuk ja ka shumë qefi të shkoj, tha ajo. Shfry me vete sa herë që dalte dera. E dija se gjakrat nuk duhet të nxeheshin kaq shumë në hijen e kësaj peme përballë kishës, si një këshillues i ri dhe që aspiroja të bëhesha vërtet i Zoti, u druajta se po e teproja pak sa. Megjithatë, isha trajnuar të bëja pyetje dhe të dëgjoja. Guxova dhe i pyeta. Për çfarë gjërash të tjera keni mos marrëveshje? Kësaj radhe u përgjigj Mary. Ai do që unë të qëndroj gjithë ditën brenda dhe të punoj në shtëpi, më tha ajo. Tërbohet sa herë që shkoj për vizite nëna ime, dal në pazar apo bëj diçka të ngjashme. Nuk e kam problem që ajo shkon për vizite ke ëma, më tha ai, por dua ta gjej shtëpinë të pastër kur kthehem. Ndodh që ndonjë javë ajo nuk e rregullon shtraten për 3-4 ditë dhe ndonjëherë as drekën nuk e bën gati. Unë punoj shumë dhe dua për të ngrënë kur shkoj në shtëpi. Sigur të mos mjaftonin këto, shtëpia është për faqe të zezë, vazhdoi ai. Gjërat e fëmijës nga nuk i gjen dysheme, madje edhe foshnja jonë është pis dhe në të vërtetë mua nuk më pëlqen pislloku. Ai duket se është e lumtur duke jetuar në atë stall derrash. Nuk kemi shumë të mira materiale dhe jetojmë në një shtëpi të vogël me mulli, por dua që të paktën të jetë e pastër. Çfarë të keq ka që ti të më ndihmosh me punët e shtëpisë? E pyeti Mary. Ai sillet sikur burrat nuk duhet preken asgjë me dorë në shtëpinë e tyre. Do vetëm të punoj dhe të dalë për gjah. Pret që unë të bëj gjithçka tjetër. Duke menduar se ishte më mirë të filloja të kërkoja zgjidhje dhe jo të bëhesha kurioztar për mosmarrveshjet e tjera që ata kishin, pash nga Marku dhe e pyeta. Mark, po gjatë periudhës kur ishit të lidhur, para se të martoheshit, a shkojit çdo të shtunë për gjuhë e tij? Pjesën më të madhe të shtunave po, ma ktheu ai, por gjithmonë kthehesha në kohë që ta takoja edhe atë të shtunave mbrëma. Në shumicën e herëve kthehesha në shtëpinë në një kohë që të laja kamionçinën para se të shkoja ta takoja. Nuk më pëlqente që të shkoja ta takoja me kamionçinën pis. Mary, sa vjeçë ishe ti kur u martuat? E pyeta. 18, mu përgjigj ajo. U martua menjëherë pasi u mbarova shkollën e mesme. Marku ishte diplomuar një vit para meje dhe kishte gjetur një vend pune. Gjatë vitit të fundit të shkollës së mesme, sa shpesh vinte Marku të takonte? E pyeta gjithë kur e shti. Vinte pothuajse çdo natë, më tha ajo. Në fakt vinte pas diteve dhe qëndronte për darkë me familjen time. Më ndihmonte të bëja punët e shtëpisë dhe më pas uleshim dhe bisedonim të dy derisa të afronte ora për të ngrënë darkë. Mark, çfarë bënit ju të dy pasi mbaroni darkën? E pyeta. Marku mi hodhi syt me një buzëqeshje të ndrojtur dhe më tha. E po, ato gjëra që bëhen zakonisht gjatë periudhës së lidhjes. Por ai më ndihmonte sa herë që kisha një projekt në shkollë. Foli me nxiti Mary. Ndonjëherë punoni me orë të tëra për projektet e mia të shkollës. Kam qenë përgjegjësi aparatës së krishtlindjes për klasat e viteve të fundit në gjimnaz. Më ndihmoi ta organizoja çdo pasdite për 3 javë rresht. U tregua i mrekullueshëm. Vendosa të ndryshoja temë dhe të përqendrohesha te pika e tretë për të cilën ata nuk binin dakord. Mark, gjatë periudhës së lidhjes suaj, a shkoje në kish me Maryn të shtunave mbrëma? Po, shkoja, tha ai. Nëse nuk shkoja në kish me të, atëherë as nuk e takoja dot. Babai i saj ishte shumë strikt në këtë aspekt. Mendova se po filloja të shihja një dritës shprese, por nuk isha i sigur se Marku dhe Mary po e shikonin njësoj si dhe unë. U ktheva nga Mary dhe e pyeta. Çfarë ishte ajo që të bindi se Marku të dashuronte vërtet gjatë periudhës së lidhjes? Çfarë e bënte të ndryshonte nga djemtë e tjerë me të cilët kishte dalë? Ishte pikërisht mënyra se si ai më ndihmonte për të bërë gjithçka, më tha ajo. Mezi priste të më ndihmonte. Asnjë nga djemtë e tjerë nuk kishte treguar ndonjëherë interes në këto gjëra, ndërsa për Markun ishte diçka krejt e natyrshme. Madje më ndihmonte për të larë renët sa herë që hante darkë në shtëpinë time. Ishte djali më i mrekullueshëm që kisha njohur, por kjo ndryshoi menjëherë pas martesës sonë. Nuk më ndihmonte më. U ktheva nga Marku dhe e pyeta.
pse mendon se ke bërë kaq shumë gjëra për të dhe bashk me të para se të martoheshit? Më duke diçka normale, më thaj, është diçka që dua ta bëjnë edhe të tjerët për mua nëse më duan. Atëherë, pse mendon se reshte së ndihmuarja të pasi u martuat? E pyeta unë. E po prisja që ne të krijonim një familje të ngjashme me familjen ku isha rritur unë. Babai punonte ndërsa mamaja kujdesej për të gjitha punët e shtëpisë. Nuk e kam parë kurrë babain tim të fshi me fshes me korrent, të lajë enët apo të bëjë ndonjë gjë rreth rrotulls shtëpisë. Me që mamaja nuk punonte dhe rinte vetëm brenda, shtëpia ishte gjithnjë e pastër. Ajo gatuante gjithçka, lante dhe e kuroste. Mendova se kjo ishte mënyra e duhur për të krijuar një familje në të ardhmen. Me shpresën se Marku po kuptonte atë që po kuptoja edhe unë, e pyeta. Mark, e dëgjove çfarë tha Meri kur e pyeta çfarë bëri të binte vërtet në dashuri me ty gjatë periudhës së lidhjes? Fakti që e ndihmoja të bënte punët e saj dhe që këto punë i bënin bashk, mu përgjigj ai. Tani e kuptom se ajo nuk e ndjen më dashurinë tënde që kur fillove të mos e ndihmoje më me punët e saj? Ai po pohonte me kokë dhe unë vazhdova më tej. Ishte normale që ti të ndiqje modelin që përfaqësoni nëna dhe babai yt në martesën e tyre. Pothuajse të gjithë ne jemi të prirur ta bëjmë këtë. Por sjellja jote ndaj Merit pësoi një ndryshim radikal nga ajo që kishe gjatë periudhës së njohjes. E vetmja gjë që përforconte dashurinë e saj për ty, tani më ishte zhdukur. Më pas u ktheva nga Meri dhe e pyeta. E dëgjove çfarë tha Marku kur e pyeta pse i bëje gjithë ato gjëra për Merin në periudhën e lidhjes? Tha si gjithçka i vinte natyrshëm, u përgjigj ajo. E drejt, ja ktheva unë, por tha gjithashtu se do që ti të bësh të njëjtat gjëra për të nëse e dashuron. Ai po i bënte këto gjëra vetëm për ty dhe bashkë me ty, sepse brenda mendjes së tij, kjo është mënyra e vetme që dikush mund t'i shprehë tjetrit dashurinë. Në momentin kur u martua dhe jetonit bashkë në një shtëpi, pritshmëria e tij ishte se ti do t'i bëje këto gjëra nëse e dashuroje. Do ta mbaje shtëpinë të pastër, do të gatuaje e kështu me radhë. Me pak fjalë, do të bëje gjëra për të që t'i shprehje dashurinë. E kupton se ai nuk e ndjeu më dashurinë tënde kur pa se ti nuk po i bëje këto gjëra për të? Edhe Meri tani po pohonte me kokë. Vazhdova më tej duke u thënë të dyve se besoja që arsyeja pse ata nuk ishin as pak të lumtur në martesën e tyre, është se asnjë nuk e shpreh dashurinë duke bërë gjëra për njëri tjetrin. Mendoj se keni të drejtë, tha Meri. Dhe arsyeja pse reshta se bëri gjëra për të ishte sepse po merrja inat karakterin e tij kërkues. Më dukej sikur ai po përpiqej të më shndërronte në një shëmbulltyr të nënës së tij. Është e vërtetë, i thash. Dhe askujt si pëlqen që ta detyrojnë për të bërë diçka. Në fakt, dashuria dhurohet gjithmonë pa kushte, nuk mund të urdhërohet. Ne mund t'i kërkojmë gjëra njëri tjetrit, por kur të urdhërojmë. Kërkesat e udhëzojnë dashurinë, ndërsa urdhrat i vënë fre rrjedhës së saj. Marku ndërhyri pa mbaruar unë mirë fjalinë dhe tha: Ajo ka të drejtë, isha shumë kërkues dhe jam treguar kritik me të, sepse ndjesha i zhgënjur nga ajo në rolin e bashkëshortes. E di që kam thënë disa gjëra vërtet mizore dhe kuptoj nëse ajo është mërzitur shumë me mua. Mendoj se në këtë pikë gjërat mund të ndryshojnë më me lehtësi, u thash. Nxorra 2 fletushka të vogla nga xhepi dhe u thash: do të brofojmë diçka së bashku. Dua që secili nga ju të ulet te shkallët e kishës dhe të bëjë një listë me kërkesa. Mark, dua që ti të përfshish në listë 3 ose 4 gjëra me të cilat do të ndihesh i dashur nëse Meri do t'i bënte kur të shkonit sot pas dite në shtëpi. Nëse rregullimi i shtratit është i rëndësishëm për ty, atëherë shkruaje. Meri, dua që edhe ti të bësh një listë me 3 ose 4 gjëra për të cilat do të duhej vërtet ndihmën e Markut, gjëra që nëse ai të ndihmon ti bësh, do të ndjeje dashurinë e tij. Unë ja dhuroj listat e tilla sepse na detyrojnë të mendojmë në mënyrë konkrete. Pas 5-6 minutash, në dorëzimin e listës së të dyve, unë lexova në listën e Markut të shkruaj: rregullimi i shtratit çdo ditë. Fëmia ta ketë fytyrën të pastër kur unë kthehem në shtëpi. Të fus këpucët në dollap para se unë të arrijë në shtëpi. Të paktën të filloj ta bëj darkën gjysmë ore para se unë të kthehem në shtëpi, që të kemi mundësi të ham 30-45 minuta pasi unë kam arritur në shtëpi.
E lexova listën me zë të lartë dhe i thash Markut, pra po thua se nëse Mary bën këto 4 gjëra për ty, ti do t'i shohësh si veprimet me anë të cilave ajo po të shpreh dashurinë. Po, tha ai, nëse ajo do të bënte këto 4 gjëra dhe unë do të ndryshoj shumë shpejt madje qëndrimin tim ndaj saj. Më pas lexova listën e Maryt. Do të doja që ai të lante makinën çdo javë dhe jo të pres ta bëj unë këtë. Do të doja që ai të ndoronte pelenat e foshnjës kur vjen në shtëpi, sidomos nëse unë jam duke u marrë me gatimin. Do të doja që një herë në javë ta pastronte ai shtëpinë me fshisë me korrent. Do të doja ta kosiste barin çdo javë gjatë stinës së verës dhe të mos e lërë të rritet aq shumë sa mua të më vi turp nga kopshti ynë. Mary, i thash unë, nga sa po kuptoj, po thua se nëse Marku vendosi bëj këto gjëra për ty, ti do t'i konsiderosh veprimet e tij si shprehje sinqerte të dashurisë që ai ndjen për ty. Po, ma ktheu ajo. Do t'ishte mrekullueshme nëse ai do të bënte këto gjëra për mua. A të duket të arsyeshme kjo listë, Mark? Mendon se mund t'i realizosh këto gjëra? Po, më tha ai. Mary, po ty të duken të arsyeshme dhe të mundshme gjërat që Marku ka përfshirë në listën e tij? A mund t'i bësh nëse ja vë synim vetes? Po, më tha ajo, mund t'i bëj. Në të kaluarën nuk dija nga t'ja mbaja sepse sado që të bëja, për të nuk ishin kurrë mjaftueshëm. U ktheva nga Marku dhe i thash: Mark, e kupton se sugjerimi që po të jap unë do të ndryshoj shumë modelin e martesës që kishte nëna me baban tënd? Babai me kosiste barin dhe e lante makinën. Por jam i sigurt se nuk ndërronte pelenat apo të fshinte me fshisë me korrent, apo jo? Po, ma ktheu ai. Nuk e pse i bën këto gjëra, e kupton? Megjithatë, nëse i bën, duhet ta konsiderosh si një vepër dashurie për Maryn. Ndërsa Maryt i thash: e kupton se nuk e pse i bën këto gjëra përveç se për të shprehur dashurinë për Markun, dhe këto janë 4 mënyra shumë domethënëse për të? Dua t'ju sugjeroj të dyve që ta provoni për 2 muaj rresh këtë teknik dhe të vërtetoni nëse ju ndihmon. Në fund të 2 muajve të parë, listës suaj mund t'i shtoni kërkesat të tjera dhe t'i ndani me njëri tjetrin. Megjithatë, unë s'do të shtoja më shumë se një kërkesë në muaj. Duhet dhe duket në fakt, duket diçka kuptim plot, tha Mary. Mendoj se na ke ndihmuar shumë, shtoi Marku. U kapën për dorë dhe shkuan drejt makinës së tyre. I thash vetes me zë të lartë: ky është pikërisht qëllimi i kishës. Do të filloj ta vlerësoj më shumë faktin që jam këshillues martesor. Nuk e kam harruar kurrë atë që kuptova nën atë pemë sandalli. Pas shumë vitesh pune kërkimore e studimesh arrita të kuptoja se çfarë situate unike më treguan Markun dhe Maryn. Ndodh shumë rrallë të takoj njerëz që kanë të njëjtën gjuhë dashurie. Si për Markun, ashtu edhe për Maryn, shërbimet e dobishme përbënin gjuhën e tyre të parë të dashurisë. Me qindra individ mund të identifikohen me Markun apo me Maryn dhe të pranojnë me vetdije të plotë se mënyra e parë me anë të së cilës ndjejnë dashuri është një shërbim i dobishëm nga ana e bashkëshortit apo bashkëshortes. Heqja e këpucëve nga korridori, ndërrimi i pelenës së foshnjës, larja e enëve apo e makinës, fshirja me fshisë korrenti apo kositja e barit ka një fuqi të jashtëzakonshme për individët që si gjuhë të parë dashurie kanë shërbimet e dobishme. Ndoshta jeni duke pyetur veten pse Marku dhe Mary kishin nga shumë probleme kur përdornin të njëjtën gjuhë të parë dashurie. Përgjigjen mund ta gjejmë te fakti se ata flisnin dialekte të ndryshme. Ata bënin gjëra për njëri tjetrin, por jo ato që ishin më të rëndësishme. Në momentin kur dikush i detyronte të mendonin në mënyrë konkrete, ata identifikonin me lehtësi dialektet e tyre specifike. Për Maryn ishte larja e makinës, ndërrimi i pelenave të foshnjës, pastrimi me fshisë korrenti, kositja e barit, ndërsa për Markun ishte rregullimi i shtratit, larja e fytyrës së foshnjës, vënia e këpucëve në dollap dhe gatimi i darkës para se ai të kthehej në shtëpi nga puna. Në momentin kur ata filluan të flisnin dialektet e duhura, gota e tyre e dashurisë filloi të mbushej pak e nga pak. Me që shërbimet e dobishme përbënin gjuhën e tyre të parë të dashurisë, mësimi i dialekteve specifike të secilit ishte diçka relativisht e lehtë. Para se të përfundojmë përshkrimin e rastit të Markut dhe Maryt, do të më pëlqente të bëja edhe 3 konstatime të tjera. Si fillim, këto konstatime ilustrojnë qartazi se ajo çka ne bëjmë për njëri tjetrin para martese nuk është një tregues se çfarë do të bëjmë pas martese.
Para martesës jemi ende të rrëmbyer nga forca e fiksimit të rënies në dashuri, ndërsa pas martesë kthehemi në personat që ishim para se të binim në dashuri. Veprimet tona kanë ndikim të madh nga modeli i prindërve tan, personaliteti ynë, perceptimi që kemi për dashurinë, emocionet, nevojat dhe dëshirat tona. Vetëm një gjë është e sigurt në sjelljen tonë, nuk do të jetë më e njëjtë me sjelljen që kemi shfaqur gjatë periudhës së rënies në dashuri. Kjo gjë më udhëhoqi në zbulimin e së vërtetës së dytë që u ilustrua më së miri në rastin e Markut dhe Merit. Dashuria është një zgjedhje dhe nuk mund të jetë diçka e detyruar. Marku dhe Meri kritikonin sjelljen e njëri tjetrit pa përparuar në asnjë rast. Në momentin që vendosën t'i bënin disa lutje njëri tjetrit, jo kërkesa, martesa e tyre filloi të merrte një kthes tjetër. Kritikat dhe kërkesat priren të sjellin përplasje. Nëse bëni kritikat mjaftueshme, bashkëshortja apo bashkëshortja do t'i pranojnë ato që thonin në heshtje. Edhe mund të bëj ato që doni ju, por pa dyshim që këto veprime nuk do t'jenë shprehje e dashurisë. Mund ta udhëzoni dashurinë duke bërë kërkesa, do të doja të laje makinën, të ndërroje pelenat e kështu me radhë. Por në këtë mënyrë nuk do të siguroni vullnetin për të dashuruar. Secili prej nesh duhet të vendosë çdo ditë të dashuroj apo të mos dashuroj bashkëshortët. Nëse zgjedhim të dashurojmë, shpreha e kësaj dashurie, sipas mënyrës që kërkon bashkëshortja apo bashkëshortja jon, do ta bëjë sa më efikase dashurinë në aspektin emocional. Kjo është e vërteta e tretë, të cilën mund ta dëgjoj vetëm një i dashuruar i rregjur. Kritikat që bën më së shumti një bashkëshort apo bashkëshorte më japin informacionin më të qartë se cila është gjua e dashurisë e tij apo e saj. Njerëzit janë të prirë ta kritikojnë bashkëshortin apo bashkëshorten me zë më të lartë, pikërisht në aspektin ku ata ndjejnë nevojën më të thellë emocionale. Kritikat janë një mënyrë jo efikase për të kërkuar dashurinë që ju mungon. Nëse arrim ta kuptojmë këtë, kjo e fundit do të na ndihmojë të pranojmë kritikat në mënyrë më produktive. Një bashkëshorte mund t'i thotë shoqit, me sa duket, kjo është shumë e rëndësishme për ty, mund të ma shpjegosh pse? Kritikat shpeshherë ka nevojë të pasohen nga sqarimet. Hapja një bisede të tillë rrjedhimisht mund t'i shndërrojë këto kritika në kërkesa dhe jo në urdhra. Ankesat e vazhdueshme të Merit për të shoqin që dilte për gjah nuk ishin një shprehje urrëties së saj për gjuetin. Ajo fajsonte gjuetin si arsyen që e pengonte të shoqin të lante makinën, të pastronte shtëpinë me fshesë me korrent dhe të kosiste barin. Në momentin kur ai mësoi të plotësonte nevojën e saj për dashuri duke u shprehur me gjuhën e saj të dashurisë, edhe ajo u tregua e arsyeshme dhe e la të shkonte për gjueti. Rrugic për të fshirë këmbët apo e dashur? I kam shërbyer për 20 vjet me radhë, ja kam plotësuar të gjitha, kam qenë shërbëtorja e tij, ndërkohë që ai më injoronte, më poshtëronte në sy të miqve dhe familjarëve tan. Jo, nuk e urrej, nuk i uroj asnjë të keqe, por e kam marrë zët dhe nuk dua të jetoj më me të. Një bashkëshorte e tillë ka bërë shërbime të dobishme për 20 vjet me radhë, por asnjë prej tyre nuk përbënte shprehje të dashurisë. Këto veprime bëheshin të nxituara nga frika, faji apo inati. Rrugica e këmbëve në prag të derës është një objekt i pajetë. Mund të fshini këmbët sipër saj, ta shkelni, ta gjuani, apo të bëni çfarë të doni me të. Nuk ka një vullnet të sajnë. Ajo mund t'ju shërbej, por jo t'ju doj. Në momentin kur ne trajtojmë bashkëshortin si objekt, përjashtojmë automatikisht mundësinë për të ruajtur dashurinë. Manipulimi me anë të ndjenjes së fajit, nëse ti do t'ishe një bashkëshorte e mirë, atëherë unë do ta bëja këtë gjë, nuk është gjua e dashurisë. Detyrimi me anë të frikës, duhet ta bësh këtë për mua, në të kundërtën do pendohesh, është krejt i papranueshëm në dashuri. Asnjë person nuk duhet të përdorë si rrugicë këmbësh. Ka momente kur ne mund t'i lejojmë të tjerët na përdorin, por në fakt jemi krijesa më emocionale, kemi mendime, kemi dëshira, jemi të aftë të marrim vendime dhe të veprojmë bazuar në to. Nuk i lejojmë të tjerët na përdorin apo të na manipulojnë. Ky veprim nuk ndikohet nga dashuria. Në fakt, është një akt tradhtie. Jemi duke lejuar personin tjetër të zhvillojë zakonet njerëzore. Dashuria shprehet në këtë mënyrë. Të dashuroj aq shumë sa nuk mund të lejoj të më trajtosh në këtë mënyrë. Nuk është mirë për asnjërin nga ne të dy.
Për të mësuar gjuhën e dashurisë së shërbimeve të dobishme, ne duhet të analizojmë edhe një herë stereotipet për rolet që luajnë bashkëshortët. Këto modele janë duke ndryshuar, megjithatë edhe modelet e së shkuarës vazhdojnë të ndikojnë. Marku ishte duke bërë diçka që i dukej krejt e natyrshme. Ai po ndiqte modele që i kishin dhënë nëna dhe babai i tij, por as këtë punë nuk po e bënte mirë. Babai i tij lante makinën dhe kosiste barin. Marku nuk e bënte këtë. Megjithatë, ky ishte imazhi që kishte krijuar ai në mendjen e tij se duhet të jetë një bashkëshort. Kurse si nuk e imagjinonte veten duke pastruar shtëpinë me fshesë me korrent apo duke ndërruar pelenat e foshnjës. Megjithatë, ishte më se i gatshëm për të prishur stereotipin e tij kur kuptoi se sa e rëndësishme ishte për Merin kjo gjë. Për të gjithë ne është nevojshme dhe rëndësishme nëse gjuha e parë e dashurisë së bashkëshortit na kërkon diçka e cila për rolin ton është e papërshtatshme. Për shkak të ndryshimeve sociologjike, gjatë 40 vjetëve të fundit nuk ndikohemi më nga disa nocione të përcaktuara të rolit të meshkujve dhe femrave në shoqërinë amerikane. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se janë shërënjosur të gjithë stereotipat, por se numri i këtyre të fundit është shumë fishuar. Pare se të vinte periudha e ndikimit të madh mediatik, perceptimi i dikujt për atë që duhet bëj, apo se si të sillet një bashkëshort apo bashkëshorte, ndikohej më së shumti nga prindërit. Pas shtimit të madh të kanaleve televizive, lëvizshmëria gjithmonë në rritje, larmisë kulturore, rritje së numrit të familjeve me një prind, këto modele ndikohen edhe nga forca jashtë shtëpisë së tyre. Cilado qofshin perceptimet tuaja për martesën, megjithëse personi tjetër i percepton modelet martesore ndryshe nga ju. Gatishmëria për të analizuar dhe ndryshuar stereotipat është më se e nevojshme për të shprehur dashurinë në mënyrë sa më efikase. Mos harroni, nuk fitoni asgjë duke ruajtur të pacënueshëm stereotipat, por do të shpërbleheni me përfitime të jashtëzakonshme nëse plotësoni nevojat emocionale të bashkëshortit apo bashkëshortes suaj. Kohët e fundit, një bashkëshort më tha: "Dr. Chapman, do të sjell gjithë mikeshat e mia në seminaret që organizoni." "Po pse duhet ta bësh këtë?" e pyeta gjithë kureshtja. "Sepse kam ndryshuar në mënyrë rrënjësore martesën time." Ma ktheu ajo. "Para se të merrnim pjesë në seminar, Bobi nuk më ndihmonte për asgjë. Të dy filluam punë menjëherë pasi mbaruam universitetin, por punët e shtëpisë ishin gjithmonë detyra ime. Nuk I shkonte as pak në tërmend të më ndihmonte. Pasi morëm pjesë në seminar, filloi të më pyeste: "Çfarë mund të bëj për të të ndihmuar sonte?" Ishte e mrekullueshme. Fillimisht nuk arrija ta besoja se po ndodhte vërtet, por tani më u bën 3 vjet që ai vazhdon ta bëj këtë. Duhet ta pranoj se përpjekjet e tij në javët e para ishin qesharake, sepse nuk dinte të bënte asgjë. Herën e parë që vuri rrobat për të larë, përdori ilaç zbardhues të përqendruar në vend të detergjentit të zakonshëm. Peshqirët tanë blu dolën nga makina larse me njolla të bardha. Po kur përdori për herë të parë grumbulluesin mbeturinave të lavamanit, në fillim dëgjova zhurmë të çuditshme dhe menjëherë pas kësaj, nga ulluku I lavamanit filluan të dilnin fllucka sapuni. Nuk e kuptoi se çfarë po ndodhte derisa e fika unë. Futa dorën brenda dhe nxora prej tij copat e një sapuni të ri, I cili tani më ishte bërë thrime. Por ai po më dashuronte me gjuhën time të dashurisë dhe gota ime po mbushej. Tani më ai ka mësuar të bëj të gjitha punët e shtëpisë dhe më ndihmon gjithmonë. Kaloj më shumë kohë bashkë sepse nuk më mbetet shumë punë për të mbaruar. Më besoni, kam mësuar gjuhën e tij dhe jam mbush kotën plot sa herë më jepet mundësia. Kaq e thjesht jetë vallë? E thjesht? Po. E lehtë? Jo. Bobi u përpoq shumë për të eliminuar stereotipin sipas të cilit kishte jetuar për 35 vjet. Nuk ishte as pak e lehtë, por ai na tregoi se nëse mëson gjuhën e parë të dashurisë së bashkëshortes dhe zgjedh ta flasësh atë, klima emocionale e martesës do të pësojë ndryshime të jashtëzakonshme. Tani le të kalojmë te gjuha e dashurisë numër 5. Radha juaj. Në shumë shërbime të dobishme përfshihen punët e shtëpisë, por jo gjithmonë. Cilat janë disa nga mënyrat e tjera për të shërbyer bashkëshortit apo bashkëshortes suaj.